Politika ekonomike është shfaqur si një nga çështjet dominuese përpara zgjedhjeve të përgjithshme të Shqipërisë më 11 maj, ndërsa kryeministri Edi Rama dhe udhëheqësi i opozitës Ali Berisha shkëmbejnë kritika mbi rritjen ekonomike, taksat dhe kostën e jetesës gjatë një fushate të karakterizuar nga akuza të ndërsjella dhe premtime për prosperitet. Me Partinë Socialiste që kërkon një mandat të 4 të radhazi, Rama ka vlerësuar rekordin e qeverisë së tij në rritjen e prodhimit të brendshëm bruto, progresin e integrimit në BE dhe rënien e papunësisë. Kur morëm detyrën, prodhimi i brendshëm bruto ishte 90 miliardë euro, sot është 25 miliardë euro. U tha Rama mbështetësve në Burrel në veri të Shqipërisë më 2 maj, deri në vitin 2030 do të arrijmë në 35 miliardë euro. Rama përmendi të dhënat nga institucionet ndërkombëtare që tregojnë se prodhimi i brendshëm bruto i Shqipërisë është rritur me 109.6% që nga viti 2013, duke të i kaluar homologët e saj rajonal. Ai gjithashtu theksoi përmirësimet në papunësi dhe të ardhurat për frym, duke pretenduar një rënje të papunësisë nga 18 në 8.8% dhe një trafishim të eksporteve që kur partia e tij mori pushtetin. Kryeministri ka bërë të njëjtat deklarata gjatë fjalimeve të fushatës së fundit. Ndërkohë, kreu i Partisë Demokratike në opozicë Ali Berisha është përqendruar në problemet e grupeve specifike, siç janë bizneset e vogla, fermerët dhe eksportuesit, duke premtuar ulje të gjera të taksave dhe subvencione. Ne do të ulim taksat dhe do të bëjmë gjithçka që biznesi dhe turizmi në Tropoj dhe në gjithë Shqipërinë të mund të marrin frym, deklaroi Sali Berisha në një tubim në Tropoj në verilindje të Shqipërisë më 4 maj. Kryeministri shpalosi një program që premton një pagë minimale prej 500 eurosh dhe një pagë mesatare prej 1250 eurosh, si dhe 5 fishim të subvencioneve bujqësore. Ai premtoi gjithashtu një kartë konsumatori që do të ulte koston e mallrave bazë me 20% për familjet në nevojë. Pavarësisht vizioneve të thella të ndryshme të dyja partitë kryesore, kanë premtuar pensione më të larta, shërbime sociale të zgjeruara dhe një pagë minimale më të lartë. Rama është zotuar të arrisë pagën minimale në 650 euro deri në fund të mandatit të ardhshëm, duke ruajtur përjashtimet nga taksat për bizneset e vogla deri në vitin 2029. Donjëherë ata kanë shkëmbyer akuza personale. Dy politikanët kryesor të Shqipërisë e kanë tallur njëri tjetrin, me Ramën që i quajti Berishën një buf kënete, ndërsa kreu i opozitës argumentoi se zogu është një simbol i mençurisë. Berisha akuzoi gjithashtu qeverinë Rama se jeton në luks, ndërsa qytetarët luftojnë me pensionet për 140 eurosh. Ministrat vishen si princesha, tha ai duke u zotuar se situata e vështirë do të marrë fund më 11 maj. Ndërkohë Rama ka mbrojtur qëndrimin e tij. Vetëm koha nuk solli progres, tha ai, duke shtuar, ishte zgjedhja që bën shqiptarët. Ai gjithashtu theksoi progresin e bërë drejt antarësimit në BE gjatë mandateve të njëpasnjëshme të socialistëve. Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, OSBE, vuri në dukje në një raport të 28 prillit, se ndërsa diskursi i fushatës ka përfshirë diskutime mbi ekonominë dhe antarësimin në BE, ai është dëmtuar edhe nga akuzat për korrupsion dhe keqpërdorim të burimeve shtetërore. Partia Demokratike akuzon kryeministrin në detyrë për blerje votash dhe krime të tjera zgjedhore, vërejti OSBE. Reputacioni i socialistëve në pushtet është goditur nga arrestimi i Erion Veliajt, kryetari të Bashkisë së Tiranës dhe një figurë e profilit të lartë brenda partisë. Megjithatë, opozita si Partia Demokratike, ashtu edhe Partia e Lirisë e ish-presidentit Ilir Meta janë goditur gjithashtu nga skandale e korrupsioni, shkruan Intel News. Berisha u akuzua nga struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar SPAK në vitin 2024 në një çështje korrupsioni që lidhej me privatizimin e tokës së klubit sportiv Partizani. Ai është sanksionuar nga SBA për shkak të korrupsionit të konsiderueshëm, siç u njoftua nga ish-sekretari i shtetit Antony Blinken në vitin 2022. Kontratat me firmat lobuese amerikane nuk kanë arritur të sigurojnë heqjen e sanksioneve përpara zgjedhjeve. Në vend të kësaj, SPA ka hapur një hetim se si demokratët arritën të paguajnë një tarifë të raportuar prej $6 milion për shërbimet e një firme.